Kryeministri Edi Rama u ka prerë shpresat atyre pak deputetëve që mendonin se mund të jenë në listë të mbyllur në zgjedhjet e 11 majit. Sot do të bëhet zyrtarizimi i listave dhe në PS nuk do të ketë surpriza. Rama në komunikimin me publikun në rrjetet sociale ditën e djeshme e tha hapur se i gjithë grupi parlamentar do të jetë në listë hapur përfshirë burra dhe gra. Vetëm në ndonjë rast do të ketë përjashtim për deputetet femra. Skuadër perfekte nuk ka, por një skuadër shumë të mirë do ta keni. Skuadër të ri për të rirë. Do harmonizohet eksperienca me energjinë e të rinjve, një skuadër që do garantoj vazhdimsinë e procesit të BE-s, që do të ketë dijen e nevojshme të brendshme se për çfarë bëhet fjalë, dhe që do garantoj një përfaqësim të lidhur me ekzigjencat e lidhura me kohën. Do jetë skuadra më e vjetër në eksperiencë dhe më e reja në energji. Ne e bëm të qartë vijën parimore të ndarjes së detyrave. Kush ka qoftë edhe një mandat do të jetë në fushë betejë për të marrë vota për veten dhe PS-n. Burrat nuk diskutohen, por edhe për gratë dhe vajzat nuk përjashtohen. Në listën e mbyllur do të jenë njerëz që hyn për herë të parë në parlament, që vijnë nga kontribute të caktuara në shoqëri e të tjerë. Tha Rama, sipas të dhënave të marra nga faqja zyrtare e Kuvendit, janë afro 60 deputetë të PS-s që do të jenë në garë të hapur në 2021-shin. PS mori 74 mandate, nëse heqim Ramën dhe drejtuesit politik si Petro Koçin, që pritet të tërhiqet, por edhe Lulieta Bozon që flitet se do të largohet, janë afro 60 emra që do duhet garojnë mes tyre për një vend në parlament. Sipas sistemit të ri zgjedhor, 46 deputetë janë në listë të mbyllur dhe pjesa tjetër në listë të hapur. Në qytete si Tirana, Fieri, Durrësi e tjerë do të ketë garë tek lista e hapur, por në qytete të vogla si Gjirokastra, Dibra apo Kuksi, do futen vetëm ata që janë në listë të mbyllur dhe gara e hapur bëhet vetëm për një apo dy vende. Ja cilët janë anëtarët e grupit të PS që pritet të përfundojnë në listë të hapur, nëse Rama i qëndron edhe sot asaj që tha dje. Deputetët aktual të PS-s që mund të jenë në listë të hapur: Agron Çela, Alban Xhelili, Anduel Tahiraj, Anila Denaj, Antoneta Dhima, Arben Pollumbi, Aurora Mara, Baftiar Zeqaj, Bardyl Kolçaku, Lerina Gjulameti, Bujar Çela, Damian Çiknuri, Dasantila Tahiraj, Deniz Deliu, Edona Bilali, Eduard Dreca, Eslem Vera Zake, Erion Braçe, Erion Meka, Ermonela Felaj, Etilda Gjonaj, Etien Xhafaj, Evis Kushi, Fadil Nasufi, Fatmir Xhafaj, Florent Spaho, Gerta Duraku, Atixhe Konomi, Ilir Metaj, Ilir Draxhi, Ilir Topi, Ilirian Pedavinji, Ismet Beqiraj, Kleviz Xhoxhi, Klodiana Spahiu, Klotilda Bushka, Laer Duraj, Lavdrim Krashi, Lindita Nikolla, Lindita Buxheli, Luan Duzha, Lulieta Bozo, pritet të tërhiqet, Milva Ekonomi, Mimi Kodheli, Mirela Kumbaro, Mirela Pitushi, Nasip Naço, Niko Kuri, Olta Xhaçka, Ornaldo Rakipi, Padeli Majko, Paulin Sterkaj, Petro Koçi, të rrequr, Flaren Dreca, Pravera Resulaj, Sajmir Hasalla, Shpresa Marnoj, Tatiana Pirote, Uta Ramaj, Toni Gogu, Vullnet Sinaj dhe Xhemal Qefalia.